Mirëdita të gjithëve, lajm epokal, lajmi i shekullit, ose lajmi që do përmbys çdo gjë për sa i përket asaj që kemi mësuar deri sot. Shkencëtarët kanë zbuluar se njeriu është energji, njeriu është shpirt, ose njeriu ka një shpirt dhe është i lidhur me universin. Dëgjojeni me kujdes sepse unë e prisja prej kohësh. Jam tepër i emocionuar, entuziast sepse jam i pari që po e them sot në mënyrë ekskluzive për ju për këtë zbulim madhështor. Dëgjojeni me kujdes, dija disa informacione më përpara kisha lexuar, por sot është në mënyrë shkencore. E thon shkencëtarët, nuk është se e them unë dua vetëm t'jau përcjell. Dhe nga sot e tutje do ndryshoj mendimi për ata që lodhen duke bindur ose duke u munduar që të bindin të tjerët që ekziston një krijues ose ekziston një perëndi. Po afrohen, dal nga dal, dëgjojeni me kujdes. Si gjithmonë, kush është rastësisht nëse nuk e keni bërë ende, bëjini like faqes që të shihemi sërish dhe ftoni miq tuaj që të rridhen me këtë faqe, nuk ju kushton asgjë. Faleminderit për mbështetjen. Thash jam tepër i emocionuar. Tani dëgjojeni. Para disa viteve kisha lexuar, para 3-4 vite, Federico Fagin, një fizikant, shkencëtar italian që jeton në Amerikë. Ai zotëria e thoshte në mënyrë shkencore që njeriu është i lidhur me universin. Çdo gjë është energji dhe çdo gjë është vibrim. Dhe ai t'jepte, si mund të quhen, fakte në mënyrë shkencore që nuk e mbështeti askush, përkundrazi. Filluan që ta shkatërronin, e shkatëruan jo vetëm fizikisht, por edhe psikologjikisht, sepse derisa e detyruan që ai t'ikte nga universiteti. Mirë po, sot një tipe e quajtur, e kam shkruar këtu sepse është Maria Stromer. Maria Stromer është një fizikante norvegjeze. Ajo ka zbuluar disa mikrotube, me fjalë quhen mikrotube kuantik, në sistemin nervor, të cilat lidhen në mënyrë direkte me botën e jashtme, pra me universin. Këta mikrotuba janë kuantik dhe sillen në mënyrë si mund të quhet, në mënyrë asnjanse. Çdo të thotë kjo. Pra, informacionet që merr nga individi i çon në jashtë, me fjalë në univers, dhe i merr ato informacione nga universi dhe i çon tek individi. Pra, është si një intermediar, ose si mund të quhet. E thash në Itali sepse doja ta thosha në shqip, nuk më vjen, intermediar. Me fjalë një interconnection. Është një lidhës i botës shpirtërore të njeriut me botën e përtejme. Ky është një nga lajmet më madhështore që unë mund t'ju thosha deri sot. Sepse, siç ju kam thënë edhe më përpara, secili ka eksperjencat e veta dhe eksperienca ime nuk e kam thënë asnjëherë, po e përsëris, sepse sa u mundova që t'i thosha familjarëve të mi, nga i moment më klasifikuan si të çmendur, sepse i kalon logjikën, e kalon atë që kemi mësuar, kalon çdo gjë. Nuk kam për t'ja u thënë sot, nuk mundem ta them për momentin, ndoshta një ditë po, por doja t'ju thoshja me këtë që ishte pikërisht një lidhje, si mund të quhet, me një botë tjetër e panjohur. Megjithatë, doja t'ju thoshja që ky është një lajm madhështor. Për këtë ka folur edhe Tomazi në librin e tij, në Vangjel, që thoshte që çdo gjë është shpirtërore. Shkon në njeri, kthehet në njeri, por kthehet dhe te krijuesi, thoshte ai. Kurse Vedat thon për Brahmën. Brahma është e dini për hinduistët. Ata thonë që Brahma fshihet në për gjethe, fshihet në për lule, pra shpirti, dhe kthehet tek njeriu edhe kështu bën një cikël të pafund. Po ashtu edhe në Kuran e quajnë ruh, pra ruh ose fryrja e njeriut. Ruh, me fjalë fryrja kur i jep jetë njeriut. Pra edhe në të gjitha besimet fetare flitet për shpirtin. Flitet që njeriu merr shpirt nga diçka tjetër. Ne e kemi edhe në tekstet antike ku thuhet që edhe kështu Zoti krijoi njeriun dhe i fryu që ai të merrte jetë. Pra, edhe përveç në të gjitha besimet fetare, ne e dim shumë mirë që ne pa shpirt ne nuk mund të jetojmë, sepse nëse, siç e kemi thënë për herë, ne jemi një trup fizik dhe një trup energjik. Dhe kjo energjia që është shpirti ynë, është ajo pjesa kryesore, por është ajo që na jep jetë. Por këtë që kanë zbuluar shkencëtarët kalon tej logjikës së shkencës sotme dhe ndaj dhe nuk flitet.
Sepse si mund të thonë ata që njeriu është i përbërë me shpirt dhe shpirti është i interconnection, me një fjalë është intermediar, ose më mirë lidhet me universin dhe me shpirtin e njeriut, me fjalë energjia universale. Si mund ta thonë? Nuk mundet që ta thonë. Pra, ky shkencëtar italian që fliste, që dëgjova që të gjithë intervistën në një konferencë, më bëri përshtypje, Brandilla, por më bëri përshtypje sepse po thuaj që të gjithë studiuesit e tjerë që kishte edhe fizikant aty në sallë, mbetën pa fjalë sepse askush me një fjalë nuk kishte e kishte thënë publikisht, është hera e parë që po flitet. Dhe kjo Maria Strome e quajtur, kjo norvegjeze, kjo fizikantja, nuk e ka thënë publikisht, e ka zbuluar, por nuk e ka thënë. Bile tregon në disa komente që lexova aty te kjo video, tregohet që kjo Strome, kjo shkencëtarja, e kishte vënë tek faqja e saj. Shikoni, e gjeni faqen e saj, Maria Strome, ajo e kishte vënë tek faqja e saj dhe thuhet që pas një jave e hoqi. Pse e hoqi? Kishte shumë, thoshin, komente të tjera, zakonisht në për website nuk shkruhet për komente, qofse keni vënë shkruajnë, po shkruajnë shumë pak, për shembull një falemderit apo diçka e tillë. Kurse ky që shkruan të këto në koment, pra në komentin e videos, thoshte që në komentin e website-it kishte me qindra komente të tjera që e falenderonin dhe thoshin që është madhështore. Po si është e mundur që ajo e hoqi nga website-i saj? Dhe pse nuk flitet publikisht për këtë? Shiko, në lajme ne shikojmë çdo gjë, shikojmë budallë, që shikojmë kush u vra atje, kush pagoi kaq, kush u vesh me pantallona të bukura dhe kush u bë me buzë kuqe. Por nuk flasim për një gjë kaq madhështore. Si është e mundur, sipas jush, se këtu dua të përqendrohem. Si është e mundur? Dhe kur fliste Federico Fagin, shkencëtari, fizikanti italian Federico Fagin, që thoshte që unë e kam zbuluar në mënyrë shkencore që njeriu është energji, e njeriu është shpirt, dhe ne jemi një pjesës e vogël e universit, pse nuk mund të përqendroheshin në këtë, por e shkatëruan edhe profesionalisht. Për çfarë arsye? Shiko, Giordano Bruno thoshte që ne jemi një pjesës e vogël e një mendjeje të madhe. Pra një mendje e vogël e një mendjeje të madhe. Dhe ndër vite është përmendur disa herë edhe nga studiues me zë ndoshta për të ngacmuar mendimin kolektiv ose mendimin e përgjithshëm të njerëzve që të mundohen të zbulojnë sekretet e këtij argumenti. Megjithatë, ju çfarë mendimi keni për këtë? Çfarë mendimi keni për besimet fetare? Pra, për besimet fetare që tregonin prej vitesh, kanë treguar që njeriu është shpirt, njeriu është energji. Me një fjalë, fryma e Zotit qëndron në njeri. Dhe ne sot e zbulojmë në mënyrë shkencore që këto mikrotubet janë mikrotube kuantik që kanë interconnection ose lidhje me një botë tjetër dhe janë të pavarur. Pra këta sillen në mënyrë të pavarur, janë mikrogrimca si mund të quhen, në trurin e njeriut, që ne kemi miliarda neurone. Dhe merrni mend, është një pjesës e vogël që ka lidhje me botën e përtejme, që të lidh shpirtin e njeriut me diçka të mbinatyrshme, është gjigande. Nuk e keni iden. Me një fjalë, është si një formë koni, që vjen gjithë ndërgjegja ose gjithë koshenca nga universi, futet aty në një pikë dhe ajo pika lidh njeriun. Pra lidh neuronet, miliarda neuronet njeriut, kon nga sipër dhe kon nga poshtë. Është madhështore, nuk e dim kuptoni apo jo. Është gjigande, megjithatë unë do të dëshiroj një komentin tuaj. Thash këtu në mënyrë ekskluzive, mbajeni mend këtë video, do ta kujtoni përgjithmonë sepse nga sot do të ndryshojnë shumë gjëra për sa i përket shpirtit njeriut, ekzistencës së njeriut, madje edhe një krijuesi që padyshim ekziston. Pres komentet tuaja, shpërndajeni pafund tani këtë informacion, ju përqafoj, ju dua fort.